për në mes Ramës edhe në mes Qekut. Qeko, në fakt. Thamë se... Po, ashtu po shkru në dhe që ashtu e kishë mbi emnin. Zoti Qeko. Kështu që... Mendoj që zoti Uran Ismaili ka natyrisht që ka me drejtu një pjesë të votës. Mirë po, e pam që zoti Enver Hoxhaj e tha që vota e tij do të shkon për zotin Rama. Vetëm të sqarojmë, ata që jetojnë në Prishtinë edhe një kohë më të gjatë, s'është me rëndësia jelin të ajo që mos të devijojnë përsëri mohabeti me ai në Prishtinë ali ajo, është puna që shpesh votën e vendosin kogja në mënyrë autonome dhe shumë pak ndikohen prej strukturave. Edhe struktura luan një rol që një 50% ndikon mënyrën se si ka me u votu. Mirë po, këto se që ka tha zoti Enver Hoxhaj, keni mesazh shumë i fortë i tij. Vota e PDK-s një pjesë ka me shku për zotin... Çka është e ndëgjueshme? Çka është e ndëgjueshme? Por, tradicionalisht, për arsye se edhe në Prishtinë ne e dim shumë mirë, kemi një strukturë të re, që në krye të saj është zoti Uran Ismaili. Por edhe kemi këtë votën tradicionale të PDK-s, të cilën e ndëgjojnë zotin Enver Hoxhaj. E ata nuk e votojnë, kjo votë tradicionale nuk e voton vëvën kur. Ata shkojnë tek përparimi, edhe për